Në prag të samitit të ardhshëm të NATO-s po zhvillohet një debat i heshtur, por i vazhdueshëm në kraun jugor të aleancës. Në qendër të këtij ndodhet pikërisht vendi i shqiponjës dy krenare, ku këto dy koka mund të jenë Italia dhe Turqia. Nëse Italia ka konsideruar prej kohësh Shqipërinë si oborrin e saj dhe zgjatimin natyror në Adriatik, për Turqinë e Recep Tayyip Erdogan, vendi përfaqëson projeksionin neo-osman dhe një procesi ndikimi që i ka rrënjët shumë vite më parë. Le të kthehemi në shekullin e 15 kur heroi shqiptar Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cilësuar nga Papa Kalisti III si atlet i Krishtit dhe mbrojtës i fesë, udhëhoqi për dekada rezistencën që vënoi në nshtrimin e Shqipërisë ndaj perandorisë osmane. Megjithatë, pas vdekjes së heroit kombëtar, Shqipëria ra nën sundimin osman për gati 4 shekuj. Sundimi osman gjatë këtyre 4 shekujve ishte kryesisht ekonomik. Në perandorinë osmane ekzistonte një status për jo muslimanët, edhe pse pjesë e perandorisë ata konsideroheshin qytetarë të dorës së dytë dhe i nënshtroheshin pagesës së një takse, xhizje, një taksë personale shumë e rëndë. Pikërisht gjatë sundimit osman në Shqipëri nisi të përhapej bektashizmi, një vllazëri mistike sufiste me një besim tolerant dhe sinkretik, duke përfshirë disa elemente të krishtërimit. Besimi bektashi kontribuoi në një kalim më të butë të shqiptarëve nga krishtërimi në islam. Edhe pas përfundimit të sundimit osman, Turqia vazhdoi të ushtrojë ndikimin e saj përmes strategjive të fuqisë së butë, fetare dhe ekonomike. Ajo mbetet një nga partnerët kryesorë ekonomik të Shqipërisë dhe ushtron ndikim edhe në sektorët e shëndetësisë dhe telekomunikacionit. Tirana ka blerë gjithashtu dronet e njohur Bayraktar TB2, ndërsa 10 specialistë shqiptar, përfshirë pilot dhe teknik, trajnohen drejt për drejt nga instruktor turq. Strategjia Ankaras është të paraqes Turqinë si një mirëbërëse dashamirëse përmes ekspozimit të islamit sunit dhe ndërtimit të xhamive madhështore, mes tyre dhe xhamia e namazgjas në zemër të Tiranës. Për Italinë, nga ana tjetër, Shqipëria ka qenë gjithmonë zgjatimi natyror në Adriatik, vëlla i madh, që nga kriza e viteve 90 deri te nënshkrimi i protokollit për emigrantët me qeverinë Meloni, rezultatet e të cilet janë mbrojtur edhe vetë nga kryeministri Edi Rama, megjithse kanë qenë të pakta dhe jo të veçanta. Në samitin e ardhshëm të NATO-s, Shqipëria do të ulet si një aleate besnike, por njëkohësisht e kontestuar mes dy kokave, perëndimit dhe lindjes. Italisë do t'i takojë detyra t'i ofrojë aleatit shqiptar një vizion strategjik që shkon përtej menaxhimit të flukseve migratore. Në të kundërt do të jetë Turqia e Erdoganit, ajo që do të mbush hapësirat gjeopolitike dhe identitare të lëna pas dore nga perëndimi.